Ministria e Shëndetësisë ka publikuar këtë të hënë një videomesazh për përdorimin e inteligjencës artificiale në fushën e mjekësisë, duke theksuar rolin e ndihmës së saj, por edhe rreziqet e mundshme kur përdoret si mjet diagnostikimi ose trajtimi i sëmundjeve. Në ditët e sotme, inteligjenca artificiale po ndryshon mënyrën se si informohemi për shëndetin, por kujdes, IA nuk zëvendëson mjekun, por është një mjet që ndihmon në informim, jo për diagnozë apo trajtim. Përdorni gjithmonë burime të sigurta, verifikoni informacionet dhe konsultohuni me profesionistët e shëndetit, thuhet në njoftimin zyrtar. Në videomesazh shfaqen edhe disa mjekë të cilët bëjnë thirrje për përdorim të kujdesshëm të inteligjencës artificiale. Kohët e fundit ka një rritje të përdorimit të inteligjencës artificiale për qëllime mjekësore. Megjithatë, do duhet kemi parasysh që përdorimi i saj nga ana e pacientëve për këshilla, për diagnozë apo dhe për zgjidhje problemeve mjekësore duhet shoqëruar edhe me këshillat lidhur me riskjet që ajo ka. Këshilla e parë do të ishte përdorni inteligjencën artificiale, por keni kujdes, mos ngelni vetëm tek ai informacion që morët. Është e nevojshme gjithmonë mbështetja, këshilla nga një mjek për këtë. E dyta ka të bëjë me formulimin e pyetjeve. Mënyra se si e formulon një pyetje e orienton inteligjencën artificiale drejt përgjigjeve të caktuara. Treti ka të bëjë me kontekstin, dhe konteksti ka të bëjë me elementë të rëndësishëm si për shembull mosha e personit në fjalë, me prakticitetin e çështës, me kostot e tjera me radhë. Së fundi është gjithmonë e rëndësishme të kemi parasysh se inteligjenca artificiale ende është një produkt në përsosje sipër. Është gjithmonë e nevojshme të kemi besim tek mjeku, empatia, profesionalizmi, njohurit, përvoja e mjekut, duket se ende janë të pazëvendësueshme nga inteligjenca artificiale, pavarësisht nga artikujt, nga kërkimi shkencor i cili vijon të na informojë në këtë fushë. Inteligjenca artificiale nuk mund të zëvendësojë kurrë doktorin. Është doktori i cili trajton pacientin, trajton individin në mënyrë specifike. Nuk mund të diagnostikojë një infarkt akut miokardi, që është një urgjencë madhore, dhe mund të keq diagnostikohet si një pneumoni, po e zëm, apo si një dhimbje stomaku, dhe personi vazhdon të rrinë në shtëpi duke pritur që inteligjenca artificiale t'i gjejë sëmundjen dhe të gjejë trajtimin. Prindrit nuk duhet mjaftohen me rekomandime që jep interneti apo ChatGPT-ja, po duhet të trajtohen pediatri. Mos merrni barna dhe terapi, mos merrni trajtime nëpërmjet internetit, po ato duhet të konsultoni patjetër nëpërmjet mjekut familjes dhe mjekut specialist. Mjekët bëjnë thirrje që inteligjenca artificiale të përdoret si mjet ndihmës për informim, por duke respektuar gjithmonë udhëzimet dhe këshillat e profesionistëve.